Jemi rikthyer sërish bashkë në këtë edicion informativ, ku do të vjojmë me zhvillimet nga rajoni. Në Hag vazhdon procesi gjyqësor kundër i shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aktualisht po dëshmon Gjok Kovi. Për të folur rreth vijimit të procesit gjyqësor dhe dëshmisë së Kovit, kam në një lidhje live gazetarin Kosov Gjoci. Kosov, të përshëndes. Cili ka qenë roli i Kovit në periudhën e pasluftës? Po, diplomati amerikan Gjok Kovi ka qenë zëvendës i kryeadministratorit në atë kohë të misionit të OKB-s, pra UNMIK-ut në Kosovë, që në atë periudhë derisa ka shërbyer zoti Kovi ka qenë Bernard Kouchner, pra një francez i cili më pas ishte edhe minister i jashtëm, pra një diplomat i njohur francez, i cili ka pasur një rol të jashtëzakonshëm në atë se si është parë ndoshta le të themi Kosova dhe zhvillimet në Kosovë në periudhën me njerë pas luftës, sepse mos harrojmë që këto akuza, dyshime sa i përket përfshirjes e UÇK-s në krimet e caktuara të luftës apo të tjera, kanë ekzistuar edhe në atë kohë dhe ndoshta Bernard Kouchner ka qenë një nga zërat më të fuqishëm që i ka kundërshtuar një gjë të tillë, normalisht duke u bazuar në hetimet që ishin bërë në atë kohë nga misioni i UNMIK-ut, pra misioni i OKB-s në Kosovë, dhe pak a shumë le të themi dëshmia e Kovej, duke qenë se ka qenë një rol të rëndësishëm dhe ka pas rol kyç, sidomos në periudhën e krijimit të institucioneve të reja të Kosovës atëherë, pas marrëveshjes së demilitarizimit të UÇK-s dhe tentimit le të themi për të vendosur bazën e shtetit të Kosovës, ka pas një rol të rëndësishëm, duke qenë se ka një përvojë të gjatë në diplomaci dhe misione të ndryshme. Kështu që ideja është se edhe dëshmia e tij pra është një vazhdimsi, një farforme asaj çfarë si e kanë parë, le të themi, zyrtarë të lartë, cilë kanë mbartur role të rëndësishme në atë kohë në Kosovë, por edhe në administratat e vendeve të tyre përkatëse, si e kanë parë zhvillimin në Kosovë, zhvillimet në përgjithësi, mënyrën e si ka qenë organizuar UÇK-ja, kush çfarë roli ka pasur, pra ka qenë një rol i cili ka pasur mundësi që ta njohë, le të themi, mirë mënyrën se si ka funksionuar UÇK-ja, se kush kujt i është bindur, nëse mund të themi kështu, ose kush ka pasur rol më të fuqishëm në vendimmarrje kur bëhet fjalë për mënyrën se si ka qenë organizuar UÇK-ja, sepse bëhet fjalë për një periudhë më ndjerë mas lufte dhe ku ende le të themi UÇK-ja, komandantët e zonave të ndryshme e kishin fuqi dhe kishin ndikim në gjitha territorët ku ata kanë vepruar dhe luftuar, kështu që normalisht dëshmia e tij sjell le të themi një lloj, duke qenë se ka pas një rol të rëndësishëm dhe ka qenë afër zhvillimeve të shumta në atë kohë në Kosovë, sjell po them një pasqyrë reale të asaj se si është parë nga misioni ndërkombëtar në atë kohë në Kosovë, si janë parë gjithë këto zhvillime, përfshi këtu edhe veprimtaria e shkrerëve të UÇK-s që janë duke u gjykuar në Hag. Kosovë, ku ka konstituar dëshmia e Kovit në seancë? Po le të themi, dëshmia Kovej ka qenë, ndoshta mund ta themi lirisht një lloj vazhdimësie e dëshmive që i kemi dëgjuar nga pothuajse të gjithë dëshmitarët e mbrojtjes, që nga James Rubin dhe pastaj të tjerë, duke pas parasysh që zoti Kovej është dëshmitari i katërt i thirrur nga mbrojtja e zotit Thaçi. Pra pak a shumë flitet pavarësisht asaj që UÇK-ja edhe gjatë luftës, edhe le të themi në periudhën e menjëhershme pas luftës, ka pas, po them vazhdimisht, le të themi libra, intervista, rrefimet e asaj ku është munduar që të tregohet si një organizatë mirë organizuar. Në parim, ajo çfarë vlen të theksohet është këto dëshmi që vijnë nga këta njerëz, pra po them duke qenë neutral në qëndrimet e tyre, sepse kanë mbartur funksione duke qenë pjesë e misionit të OKB-s, këtë rast për shembull që ka funksionuar nën rezolutën 1244, sikur është edhe vetë zoti Kovej. Pra dëshmia e tyre neutrale rreth asaj se si ata e kanë parë UÇK-n, si e kanë parë le të themi ndikimin sidomos të zotit Thaçi dhe të tjerëve, karshi komandantëve të tjerë, pavarësisht po themi asaj që shpeshherë edhe zoti Thaçi dhe të tjerët në rrefimet e tyre kanë, le të themi, kanë dashur të tregohen si të
si të udhëhec, ose që kanë pas një rol të rëndësishëm. Në anën tjetër, këto dëshmi tregojnë që realisht UÇK-s i ka munguar një lloj organizimi i mirëfillt i një ushtrie, pra ka qenë një ushtri guerile normalisht, pa ndonjë organizim të mirëfillt dhe kështu paka shumë me paraqet edhe zoti Kovej tash, gjithmonë duke u bazuar në atë që paka shumë e kemi dëgjuar dhe nga dëshmitarët e mëhershëm, nënësi fakti që zoti Thaçi Tazëm nuk është se ka pas ndikim direkt tek të gjithë komandantët e zonave. Nuk është se ata janë bindur zoti Thaçi për çdo vendim që është marrë. Ka pas probleme si në rastin e Rambojes, si në rastin e marrëveshjes për demilitarizim të UÇK-s e shumë çka tjetër. Pra është, le të themi, një vazhdimsi e atyre dëshmive që kemi dëgjuar edhe nga dëshmitarët e tjerë, përfshi këtu nga James Turbin, që mund të ketë qenë ndoshta më rëndësishëm, apo themi nga ka dëshmitarët të mbrojtës që janë thirrur deri më tash, dhe që në parim mund të themi lirisht që i kanë dhënë një kahje ndryshe procesit gjyqësor ndaj shkrerëve të UÇK-s. Kosovë të falenderoj për gjitha informacionet që na dhe sa i takon këtij procesi gjyqësor në Hag.